gjendje ma të ronë se sa që kjo, ma të gërditshme, ma të fleq. Do me thonë, une më t'i sum paskarome po. Shtirë valloj, veç moj me shqit shpis asë një ditë s'kisha në këtu. Kujdes, 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 kujdes. Jam shkumbini jetoj në rrugën Hilmi Ferizi në Ferizaj. Për shkak të një projekti të Ministrisë për rregullimin e një pjese të rrugës magjistrale Prishtinë-Ferizaj, jam bërë disa ndërhyrje edhe në rrugën Hilmi Ferizi. Edhe pse punimet nëntokësore kam përfundu në mars, rruga është e pa asfaltuar, vetëm me zhavar, dimrit shumëllëq dhe gropa verës shumëpluar. Hajde gjejna që të rrugë në Ferizaj, ndërkohë derisa të shkojna mos harroni. Operimet e mi janë tereni mundson Delta, grop, rjeti i pompave, Ministri pika në këtë Kosovën, Babun Kosova, aplikacione e downloadoni në App Store, këtë restorantet i keni aty, po ashtu edhe Posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Shkumben, jo jetoni këto? Po. Që kjo gjendje do me thonë absolutisht e të mërshme, është sa sfiduse për juve? Gjendja është e të mërshme për shkak të punime që i kanë lanë, për i thamë, gjyst. Kompania cila është të punu në magjistrale, i ka instalu gypat e kanalizimit edhe i ka përfundu nëse nuk gabojnë në fillim të ujit shkurt ose në fillim të ujit mas. Kjo rrugë ka qenë e asfaltume do me thonë sa segment? Jo ka qenë e asfaltune. I ka vënu ata gypat edhe e kanë lanë rrugën me zhavar. Do me thonë njën bo 4 muj gati, pej shkurtit e kanë lanë rrugën me zhavar. E qisho me jetu që të? Këto është e të mërshme, na rrina në mshel, na për shpia të nditën. Sidomos që kjo vija parë që jemë për rreth rrugës është mërë. Sot karo shi, nuk po vrejet ploni. Jo, alo ma zi, po vrejen gropa. Po, kur nuk ka shi, këtu do me thonë pi plonit nuk mënesh me dalë. As në bërë shpia vna nuk mëna me dalë. Të mërë është. Qëre ku dohet me jetë kë, për me ishmong të paktën me një nëmpol të rotave gropat. Qëshje? So sfidu se pe keni që të... shumë zëra. Unë ku morën për shem, ajde në pak shkurta mo, veç këta katastrofa. Kur blokohet be rruga pi ati, është te i kom fond, kejt komplet. Një pjesë okej. Ki problem me prishje? Me prishje që ta shke pi mekanin këtë erda. Edhe kjo farjastiki ju ka prishje. Që i rejtësoj rrugë? Ajde ko nuk prishën, nuk është bashkë veç, në është edhe u prije, u konën gati hazër, ama qikja rrugë. Ja tani mu. Se kështë të thonë, kjerën tjetër ashtë i bina ka ja una tjetër. Ashtë për të bina më shtë, se marra. Ja, ma, së është normal, 3 kilometra, pi fillimit e në fund të Ferizojt, më kam 2 onë të preshta, unë veç këto kom po, të merë, prej me, një onë okej, ama në 2 onë, a e den, së është normal. Absolutisht e të mërshme, do me dhonë gropa në të në ondë. Qëre qka shka këto në kjo? Qëre, wow! A keni po bashkë që shto në jarë? Do me dhonë, po dyshoj që keni po si do qoftë, nëse s'keni po, më një me ordë me po live në Ferizaj situatën, qëre, edhe kjo vazhdimisht vazhdën tutje. Hajde ngëm, magjistralja është të uponu, alo, edhe aty është te për moti të uponu, edhe aty gjendja të mërshmet, po të pak të në këtu degzimet rrugore, me i nejt gati pak, me i asfaltu, me i nejt gati me zhavar, edhe pse zhavar e zgjidhje e përkoshme, këto në tregun që zhavar kam përdor, mirë po, qëre, në momentin që bjen shik, qëre që ndodhë me zhavar, qëre, absolutisht skandal. Beka, do me dhonë si në trampolin, kuku, pasha zotit që të morë është, qëre, deri atje drilën, qëre, ato atje tash, që farë sfide o kyqja këto, do me dhonë është, diçka tjetër nivel, a? Qëre, pa. Ma të modhën e halej, ta shtjej presin edhe do. Wow, mirë për ja del. Edhe pak. Kujdes. Kuku. Ka zëmë sa sfiduse për Jo, sfiduse shumë, se qarë për vina këto, kena probleme që të rrugë, edhe sholla krymë ma shpet që 2 vjetë ma shumë, dhe nuk ditë kur e krymë. Ne do me dhonë ma keq. Jo, ma keq ku shkon mo, i vi për Italijës, po ma keq ku shkon më doj. Sa sfiduse be keni që kënej me kalu? A për shellë vetë, do bërë. Të merë do me dhonë. Të merë që s'ki shka që ne rivdojnë që është këna ka po. Nejse e ministrisë është përgjithsi. Po ma parasysh. Po. E kush e ndrej që kjerë me po mu prish? E vërtit, vetë do të me pagu. Vetë po do të me nga, vetë me këse. Qëre, 1 minutë unal do me dhonë kalon këto me njerë bot.
edhe që kjo e kësik, do me thonë. Si kur mos me mjaftu sa shëmtu me o qëto gjendja, këqëri telat. Skandal, do me thonë, të merë, qëri telat në bërto, këto, vetë gjujt në kërkush nuk e den a ka rrym, as ka rrym. Do me thonë, nuk po di që kam i thonë kësoj. Dorën zamër, qëre, ata mujnë mu moj që halos po prek në kry, përveç qësoj. Edhe pak, edhe na prek në kry, tu e c'knej, si do qovë gjendje ma të ronë, se sa që kjo, ma të gërdeqme, ma të fleqt, do me thonë, une më të isum paskaro me po, veç këshëre mas pori, qëfar eksperiencë o me kalu kënej, me njerë lëgjë bo, qëre. Ko, që këta të hinë rrugë në trakë të këndërt, në kërësit këndërt. Këtu është mirë me po dhe kur të është muti me dil, këtu bëhet plën që është normal, përdin. Apo? Po. Do me thonë me dritore mshel. Me dritore mshel, shpijat mo i kena këtë plën, unë e kam një lokal këtu, mo këtë plën, lokali bëhet mrana, sjetuhet kështu, përdin. Këtu i kanë kry punimet dhe s'po vinë me nërejst tash. E që sa është qështu? Po, është që një, ma shumë se 4 muj, 5 muj, nuk më kujtohet. Sak. Mo bashkë qështu. Na... Ti lokal kia? Po. E sot ka dëmtu ty si biznes? Si biznes, apet muaj jo shumë, sa i ka dëmtu këtë në magistrale, po neve apet plëni, po na i bëna ato të vetën. Lokali bot këtë plën, mrena... Merë. Jemi shumë në Kiamet, me këtë rrugë, që sa e ka njës këtu, pe i plonit s'po mujnë me jetu. Shumë është katastrofë. Nuk dalin me regullu, kanë thonë e regullujmë, nuk dalin, se çka bojnë, nuk e di. E sa është sfidu se me jetu për juve që të... Po, vështirë vallaj, veç s'boj me shqitë shpis, asë një ditë s'kisha në këtu. Se... Do me thonë qatë shumë që të ka pru punën, situata rrugës... Që është që ka shpinë. Me balkona, sot dalë, derën me qelë, s'ki pse qelë, se kretë bushët me plohën. Do me thonë këshëreni, gjithë shka është gabim këto. Tu njës prej tela, rrugës, do me thonë segmentet, skandal. Hajde tash të shkojna të komuna, të këqyrëm, qka kanë me në thonë që është projekti ministrisë, si do qoftë të morëm informacion të komuna njëra, është të përfshime në i mënyrë ose tjetërën në këtë rrugë, e pastaj diskutojnë edhe me ministrinë. Okej, jemi me Meriton Ajdinin, drejtër i infrastrukturës në komunën e Ferizajt. Zoti Ajdini, të falenderoj që spritove me u prononcu qështu si gjithmonë spontanisht. Ajo është kompetencë rrugë, është e komunës, pronë e komunës, mirë po në projektin e Bexhës që është duke zhvilluar Ministria e Infrastrukturës, ka bë lidhjen e kanalizimet përmes asaj rruge, gjë që ka dëmtu 500 metra të segmentet e ka largu asfaltin komplet. Në bisedime që kam pas edhe me kompaninë salillare, ata janë duke pritur vetëm aprovimin e asfaltimi për asfalt dhe me fillu me asfaltim, pasi që me të vërtetë është dëmtuar shumë dhe kanë bërë ankesa çdo herë te ta, çdo herë kanë bërë ankesat te ta, pasi që është projekt i tyre. Ata e kanë dëmtuar, ata kanë me këty në gjendjen e mëparshme, e kanë të në projekt, por nuk kanë filluar ende. Okej. Zoti Ajdini, të falenderoj shumë. Tash diçka kena me bu na, është kena me shku me fol, kena me provu me kontaktu me Ministrinë e Infrastrukturës, me zëvendës ministrin, zotin Zef Morina, dhe me pyet pse e kanë lënë në gjendje deri tash, pse su asfaltu halo, hajde? Qëre që ka ndodhë tashti, unë ndërkohë rrugës, kom fol me asistentin e zotit Zef Morina, zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës, i cili më ka thonë se veç ko me morë informacion edhe pastaj ko më këthy me një përgjigje edhe me më lidh me zëvendës ministrin, mirë po nuk po përgjigje tash. Fatkeqësisht po provojna tash me fol me Zef Morinën, të këshyrëm apo e hap. Nuk e hap, na po presim, ndërkohë kena me bo follow-upin e kësa historie me përgjigjet ministrisë, në rast se përgjigjen gjatë kësa jave, ose nesër, ose pas dite, ose deri në momentin kur publikohet kjo video, ja bashkan gjesim.